Shqiptarët që bëjnë raki në Shtetet e Bashkuara, kujdes, një vendim i ri hap rrugë, por rreziku ligjor mbetet. Një vendim i fundit i Gjykatës Federale në Shtetet e Bashkuara po hap një debat të madh që prek drejt për drejt të shqiptarët që prodhojnë pije alkolike, raki apo pije të tjera në shtëpi. Gjykata e Apelit Qarku të 5 në New Orleans ka shpallur antikushtetues një ligj 158 vjeçar që ndalonte distilimin e pijeve alkolike në shtëpi pra moonshine. Vendimi erdhi pas simpatie nga organizata Hobby Distillers Association dhe disa anëtar të cilët kërkuan të drejtën për të prodhuar pije në kushte shtëpiake për konsum personal apo si hobi. Por pavarësisht këtij vendimi, ekspertët paralajmërojnë ligji federal mund të jetë rrëzuar në këtë nivel, por rregullat nuk janë hequr plotësisht dhe çështja mund shkojnë në gjykatën e lartë. Për shqiptarë në SBA që tradicionalisht prodhojnë raki ose verë në kushte shtëpie, ky vendim shihet si një zhvillim pozitiv, po jo me dritën e shilet plot. Në shumë raste prodhimi i alkoolit në shtëpi, sidomos distilimi e rakia, mbetet i rregulluar në disa shtete, mund të jetë ende i ndaluar e pa licencë.